Ne po shikojmë këto vende mahnitse, ajri i freskët, uji i mrekullueshëm, e bëjnë këtë trevë të pakrahasueshme me tjera. Dua të vlerësoj shoqatën kulturore 2017 të Qermenikës me kryetarin zotin Peralta Meta, i cili po e fut këtë trevë në fokus, në vëmendje, jo vetëm të pushtetit, por edhe të atyre investitorëve të trevave tona që duan të kthehen dhe të bëjnë një mrekulli të vërtetë. Që kjo zonë të jetë e aksesueshme nga vizitor vendas dhe të huaj. E inkurajoj këtë nismë për të dhënë rezultatet e duhura. Shikoni çfarë prallë, shikoni çfarë mrekullie. Duhet vini ta prekni që ajo të bëhet e shishme, e shijueshme, jo thjesht nga stomaku, por nga shikimi, nga aroma që thithin hundët, nga dëgjimi i cicërimave të zogjve, i blegërimave të baktive. Këtu ka edhe bimë medicinale. Këtu ka gjithçka që natyra ka krijuar. A do jemi të zot t'i fusim në eficiencë? Unë kam bindjen se po. Zoti e bekov të trevë të mrekullueshme, banorët e këtyre trevave, por dhe ata që do rikthehen në fokusin e zvërtetës për ta rindërtuar dhe për ta bërë këtë vend të mrekullueshëm. Kryetari i shoqatës është në krahun tim dhe mund të thotë diçka. Faleminderit Bujer, ti si gjithmonë i gatshëm, edhe të falenderoj në emër të shoqatës Qermenika 2017 për mbështetjen që jep dhe je bo pjesë e këtij ekipi si nit i Qermenikës dhe një djalë me vullnet që edhe ne na mbështet dhe ne. Ju bëj thirrje. Gjithë Qermenikët kudo që janë. Pa e zgjatur dhe duke i tha të gjitha bujarit që kjo zonë, kjo krahi ka vlerat të jashtëzakonshme, ka potenciale të mëdha, natyrore, historike, kulturore të gjithë. Ju bëj thirrje banorëve, ish banorëve, sidomos biznesmenëve të Qermenikës, të investojmë në këtë vend. Pak dhe do shikoni se nuk ka më bukur, nuk ka më krenari. Bashkohemi të vinë Qermenik, vinë fushguar, të investojmë, të kontribojmë që t'i japim Qermenikës ato që meriton. Përfitoj nga rasti, ne sot jemi në fushguar për të promovuar, për të parë, për të inspektuar dhe për të organizuar festën e ditës verës. Mos harroni, 16 gusht. Do të jetë një festë madhështore si asnjëherë tjetër. Ju përshëndes dhe mirë, ta pofshim 16 gusht. Për të mbështetur edhe njëherë kryetarin e shoqatës, dua të them se nuk kemi asgjë në fokusin e thethit, as të Valbonës, por Alpet e Librazhit janë të mrekullueshme. Absolutisht duke filluar nga Guri Muzhaqit, duke dalë në Studën në Shepenik, por kemi edhe Mal Plakun, malet e Nenzës, Sopotin, pra dy barkushe të pandame me njëri tjetrën që do të bëjnë atë që duhet në qoftë se do të ketë investime në infrastruktura. Ju takofshim 16 gusht. Shiheni, shikoni, do ta shijoni dhe do gëzoni. Ju takofshim këtu në fushguar. 16 gusht. Është për të falenderuar banori këtyre trevave që mbarshton bagtin e imët. Një tuf me dhi aktualisht zbritën në këtë zonë për të pirë ujë. Mrekullisht bukur. Shqipëri, moj Shqipëri, Shqipëri, o hyllë